Policia në qytetin e Izmirit në Turqi ka nisur një operacion në një adresë pasi mori një lajmërim se po therreshin kuaj. 4 persona të cilët u konstatuan se kryen një therrje të palishme janë dalur nga ekipet e policisë. Gjatë kontrolleve janë gjetur edhe pjesë kuajsh të therrur. Mësohet se të dyshuarit po përgatiteshin që mishin e kalit ta hidhin në treg para muajit të Ramazanit. 4 të dyshuar që po therrnin kuaj në lagjen Konak të Izmirit u kapën në flagrancë. 3 nga të dyshuarit u liruan në kusht, siç shkruajnë mediat turke. Ngjarja ka ndodhur më 23 shkurt në një shtëpi të braktisur në lagjen Hilal të Konakut. Policia nisi më pas një operacion pas një informacioni se personat ishin duke therrur një kal.